Poluante Calceto, 42 vjeçari, goditet me top në krahëror dhe ndron jetë. Një 42 vjeçar ka humbur jetën teksa Poluante Calceto është goditur me një top në krahëror. Policia sqaron se ngjarja ka ndodhur në fshatin Novosel të Vlorës, ndërsa nga veprimet e parahetimore dyshohet se ky shtetas ka pësuar atak kardiak. Pokta specialistë referuan materialet për vlerësim pasi në datë 25/12/2025 në Calceto në fshatit Novosel, shtetasi BR, 42 vjeç, banues në Vlorë, rezident në shtetin e Gjermanisë, gjatë një ndeshje futbolli pasi topi e ka goditur në pjesën e krahërorit, është rrëzuar dhe gjatë transportit për në spitalin e Vlorës ka ndruar jetë. Nga veprimet e parahetimore dyshohet se ky shtetas ka pësuar atak kardiak, sqaron policia.